Po Arben, situata këtu në afër stacionit policor tashmë është krejtësisht e qetë. Qytetarët janë shpërndarë në mënyrë paqësore krejt kjo, pasi që sot në stacionin policor të Skënderajt është intervistuar Sami Lushtaku lidhur me zhvillimet e djeshme në këtë komunë, ku kryetari i Dekës së Vetëvendosjes Justin Mehani akuzoi se ishte sulmuar nga Lushtaku, e këto zhvillime kanë nisur brëm për këto mbledhjet e qytetarëve kur njësitë speciale të policisë së Kosovës u vendosën në Skënderaj, duke bërë që situata të përcillet me vëmendje të shtuar edhe gjatë ditës së sotme. Intervistimi Lushtakut u zhvillua gjatë ditës në ambientet e stacionit policor pikërisht këtu prapa meje, ndërsa jashtë objektit u mblodh një numër i madh i qytetarëve që qëndruan aty për disa orë. Që nga orët e pasdites rrugët përreth stacionit policor nisën të mbushën me qytetarë dhe mbështetës të Lushtakut, ndërsa në mesin e tyre u pan edhe figura të njohura të politike, si që ish deputet e Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Gucati, ata që ndruan pranë stacionit policor gjatë zhvillimit të intervistimit të Lushtakut. Në një moment gjatë ditës, qytetarët menjëherë pasi erdhi Lushtaku në stacionin policor, qytetarët bllokuan rrugët kryesore pranë stacionit policor, duke vendosur mjete të rënda në hyrje dalje të kësaj rruge qendrore këtu prapa meje, ku si pasojë qarkullimi automjeteve në këtë pjesë të qytetit u bllokua tërësisht. Në zonën pan edhe forcat njësi speciale të cilët monitoruan gjendjen e kësaj tubimit të qytetarëve, e gjatë gjithë kohës qytetarët vazhduan të qëndrojnë para stacionit policor, ndërsa hyrjet edhe rrugët përreth mbetën mbushura për disa orë me prani të vazhdueshme të qytetarëve që kalonin orë dhe fillonin të vinin më shumë edhe nga qytetet të tjera. Ajo që ishte interesante ishte pas intervistimit të Sami Lushtakut, ai u ndal me simpatizantë të tij këtu te një